Edi Rama ke vetëm një rrugë, dorëheqjen sa më parë, me datën 17 prill, Shqipëria në Tiranë për dorëheqjen e Edi Ramës. Mos mendo se nuk do të gjesh paqë kurrë, nuk do ketë stabilitet kurrë. Për ty, organizatën tanë të ballukëve kriminal dhe kartelet e drogës në Shqipëri. Opozita qëndron më e fuqishme se kurrë, më e vendosur se kurrë në misionin e saj. Në Republikën e Shqipërisë nuk do mund të shitet kurrë litër nafte më shtrejt se në Kosovë dhe në Maqedoni, ku çmimi është rreth 60% më i ulët se në Shqipëri dhe në Shqipëri. Pra, ne e ndjekim me shumë shqetësim situatën dhe unë i ftoj shqiptarët të reagojnë ndaj naftës e cila është një nga faktorët më ndëshkues të atyre qindra mijëra familjeve që kanë vetura, por dhe të atyre që nuk kanë vetura. Ata që kanë vetura marrin naftën me çmim të njëjtë, ose dhe pak më të shtrejtë se sa Zvicra dhe Suedia. Ndërkohë që rrogat në Zvicër dhe në Suedi janë 6 herë më të larta se sa rrogat e tyre. Ngriuni qytetarë. Mos pranoni këtë ndëshkim i cili shpreh dhe një urrëtie se Edi Rama këtë ka bërë se këta kanë dhe t'ja u marrë. Sigurisht që ata kanë pak më shumë se të tjerë, po ti s'mund t'i ndërshkosh ata në këtë mënyrë. S'mund t'u vesh naftën ti, pse ka një veturaj, me t'jejtin çmim me Zvicrën e cila ka rrogat 6-8 herë më të larta. Nafta është një ndërshkim mbar qytetar dhe unë ftoj qytetarët të ngrenë zërin e tyre, të ngrihen në revoltën e tyre.